Fekondimi in vitro ose teknikat e riprodhimit asistuar janë disa teknika të cilat kanë një indikacion, një rekomandim për të bërë, për të zbatuar, kur kanë dështuar të gjitha metodat e tjera të trajtimit. Pra, qëndrimi pritës, trajtimi me medikamente, dhe nëse të gjitha këto kanë dështuar, atëherë ne shkojmë drejt teknikave të riprodhimit asistuar. Fekondimi in vitro është njëra prej tyre, ajo më e përdorura dhe që ka një përqindje të lartë, një përqindje më të lartë se sa të tjerat, arritje të rezultatit, është një metodë e cila nga vetë fjala fekondimi in vitro, fekondimi i vezës me spermatozoidin bëhet në xham ose në laborator. Pra, në këtë procedurë ne japim disa mjekime të cilat stimulojnë vezoren në mënyrë që të mos jap vetëm një vezë siç e jep zakonisht, nganjëherë edhe atë nuk e bën në muaj, por të jap disa. Edhe këto vezë nxirren përmes teknikave që sot janë specializuar dhe bërë gjithnjë më të lehta dhe më të aksesueshme dhe bashkohen me qelizat mashkullore. Pra fekondimi klasik ka qenë lënia e një veze, i hidhej 30-40.000 spermatozoide dhe lihej që ajo të ndodhte fekondimi vet. Sot bëhet injektimi brenda në vezë, pra brenda në citoplazmën e vezës, i spermatozoidit, duke rritur kështu mundësinë e fekondimit dhe duke na dhënë një numër më të lartë embrionesh për t'i vendosur. Pra ne bashk bëjmë dy qeliza që nuk e dim nëse ndodh në trupin e njeriut apo jo. Zgjedhim nga ana morfologjike, pra nga jashtë, forma, madhësia, struktura, embrionet në dukjen tonë më të mira dhe dy më të mirët i vendosim, një ose dy i vendosim në uterus. Thjesht i lëshojmë, nuk i ngjisim, nuk mund t'i fiksojmë aty. Dhe ne nuk e dim se ç'a ndodh mbasi ne i vendosim. Trupi mund t'i mirëpres, por edhe mund t'i flak. Dhe mund të mos ndodh asgjë. Pra të gjitha gratë, pas një procedure in vitro, dalin me embrione në uterus nga klinika, po jo të gjitha kthehen shtatzëna. Dhe këtu është një pikpyetje shumë e madhe dhe këtu bëhen edhe studimet më të mëdha tek komunikimi mes endometrit, pjesës së brendshme ku vendoset embrioni dhe embrioni. Këtu janë pikat më të vështira për tu menaxhuar. Ju e shpjeguat pak, po a mund ta kemi pak më detajuar hap pas hapi çfarë do të ndikë një grua për për të shkuar deri aty kërkohen disa ekzaminime shumë specifike. Pra gjëja e parë, në mjekësinë kemi parimin spaku mos dëmto, që vjen që nga koha e Hipokratit. Pra ne bëjmë një gamë të madhe kontrollesh dhe ekzaminimesh të përgjithshme, kryesisht te gruaja, sepse aty do bëhet procesi, aty ndodh shtatzania. Madje mund të them nuk është anekdot, më ka ndodhur në të vërtet, po mund të duket si anekdot, që vjen një çift dhe nëna e djalit dëshironte që të dinte kush është shkaku dhe i them çifti e dua vetëm në dhomë, pastaj ato mund t'ju a thonë. Edhe kur dolën, i than i biri që më tha që ishte problemi im, këto ilaçet na ka dhënë për të bërë këtë procesin. Dhe ajo mas 5 minutash u kthye dhe më kërkoi me insistim të hynte te zyra dhe tha, ti ke thënë, tha, djalit tim që ka një problem. E ndërkohë gjithë ilaçet ja ke dhënë gruas. Kështu që shpeshherë na duhet që të përballemi edhe me situata të tilla që në fakt derisa procesi ndodh tek gruaja, barra zhvillohet në trupin e gruas, sigurisht ajo do të bëjë një eksplorim shumë të madh të shëndetit të saj nëse ne mund t'i japim hormone në doza të larta. Nëse ka një smundje, nëse është mbartse ndonjë infeksioni, ndonjë anomalie gjenetike që ka të bëjë me koagulimin e gjakut, që ka të bëjë me sëmundjet fituara që duhen trajtuar dhe përgatitur trupi që të jetë në kushtet optimale. Pastaj fillon stimulimi me ardhjen e menstruacioneve, fillon stimulimi me injeksione, me gjilpëra, të cilat janë hormonale, por janë të bëra në mënyrë të tillë që t'i përdor vetë pacienti, pra të bëhen në shtëpi. Këto bëhen për 8 deri në 12 ditë, përgjithsisht një mesatare. Doza e tyre përcaktohet në bazë të analizave të gruas dhe ne mundohemi që
ti personalizojmë terapit, pra çdo grua të marrë dozën dhe terapinë e duhur. Dhe për këtë bëjmë ndjekje me ekografi, me analiza hormonale, rrisim dozën, e ulim dozën, shtojmë diçka, heqim diçka e kështu me radhë. Pra ky është protokolli i stimulimit. Pastaj bëhet marrja e vezëve, e cila kërkon një anestezi të lehtë endovenoze. Është një procedurë që bëhet vaginal, nuk është intervent që prehet qepet apo bëhet diçka, thjesht shpohen folikujt nga në udhëheqjen ekografike dhe likidi që është brenda folikujve, që janë pjesë e vezëve, aty ku noton ovociti ose qeliza vezë, kalon në përprovza dhe çohet në laborator ku embriologu, biologu i shef në mikroskop dhe zgjedh gjithmonë ato që janë më të mirat në gjendjen optimale për të fekonduar. Po kështu edhe nga qelizat mashkullore që merren po pra brenda ditës që merren vezët, merren qelizat më të mira, ato më të shpejta që janë pa anomali gjenetike dhe bëhet fekondimi. Pas 3 deri në 5 ditësh, ne zgjedhim embrionet më të mira për t'i vendosur tek trupi i gruas, siç tham, 1 ose 2, jo më shumë.